na bekoj me çdo bekim frymëron në vendet qellore në Mesian Jeshuan. Na bekoj që neve të mos e shkelim ligjin, që të mësojmë lajmin e mirë të mbretërisë, për hyrjen me anë të Mesias Jeshuas dhe për ecjen në devotshmëri të ligjit të Atit, kështu nuk mëkatojmë se po ndjekim gjurmët e Mesias. Dhe na zgjodhi në te, na zgjodhi mënyrën, nuk të ka zgjedhur ty reformist. Masandaj dhe la të tjetrin, sepse ai kishte flokët, i kishte të kuq, dhe ti patë flokët e zinj. Ai. Manipulimet që vazhdojnë sot të besohen nga njerëz që dogjen persona gjallë, Calvin edhe Luther që instigonte masandaj për djegjen e judejve. Djegjen e personave, mos është fryma e shenjtë në atë mënyrë, kur të dalim rrugëve të themi të djegim filan ndërtesë, të djegim këtë grup personash, këtë apo këtë. I shikon manipulimet që bëjnë edhe në Izrael sot, të njëjta gjëra, ndërkohë Mesia në këtë rast vdiq dhe për Palestinën, vdiq dhe për ata të Iranit, të Irakut, për çdo person që ati krijovin imazhin e tij. Por është manipuluar shkrimet, është manipuluar ligji Tora e tij. Dhe masandaj dalin njerëz që marrin autoritet si në Izrael, godasin njerëz masandaj për masonin që ka planin atje në Gaza për ta ndërtuar masandaj atë qytetin, masandaj qytetin e inteligjencës artificiale. Sa gjëra janë aty brenda,